Në 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë Joani mbajti shërbesën e flamurit në Katedralen Ortodokse Ngjallja e Krishtit në kryeqytet. Kryepiskopi Joani në mesazhin e tij për ditën e flamurit solli në vëmendje largimin masiv të rinjve shqiptar. Sot ne bëjmë një doksologji të flamurit. Përse kisha ka vendosur shërbesa të tilla? Për dy arsye shumë të rëndësishme. E para, për të falendëruar në Perëndin. Dhe përsërisim vazhdimisht që kemi shumë arsye për ta falendëruar. Na ka dhënë një vend bukur, që ka gjithçka. Dhe ne jemi në këtë pjesë të globit si kujdestar kësaj pasurie. I Zotit është dheu e gjithçka që ndodhet në të, thot psalmisti. Gjë që do thot pronari i gjithë dheut është Zoti, ne dhe jemi kujdestarët. Dhe përgjegjësia jonë është që të jemi kujdestarë të mirë, mundohemi ta lulëzojmë e ta bekojmë këtë vend. Nëse do i bëjmë një vend të mirë, ku njerëzit mund të jetojnë në paqe dhe në harmoni, padyshim që nuk do largohen shumë njerëz. Gjithmonë ka një arsye që disa njerëz mund të largohen, po një largim masiv nuk do ndodhi nëse ne do jemi kujdestarë të mirë këtij vendi që na ka besuar Perëndia. Im Zot Joani u bëri thirrje autoriteteve dhe shqiptarëve të punojnë bashkë për ta bërë Shqipërinë vend të paqët e të begatë. Gjithsekush në vendin ku punon mundohet që ta bekojë e ta lulëzojë këtë vend. Dhe siç them vazhdimisht, që adhetari vërtet është ai njeri që lulëzon vendin e tij, jo ai njeri që shan tjerët. Mjafton që ne të bëjmë detyrën për të lulëzuar vendin tonë dhe kemi bërë detyrën para kishës, para kombit edhe para Perëndisë. Në këtë ditë do donja t'ju uroj një të gjithëve ju, gëzuar dhe për shumë vjet këtë ditë bekuar. Perëndia ta bekojë vendin tonë, popullin tonë, e të përhapi paqe, jo vetëm vendin tonë, por në gjithë botën. Shërbesat e doksologjisë së flamurit mbahen në të gjitha kishat ortodokse të Shqipërisë.